Cili kishte qenë mesazhi jot për krejt mjekët, jo vetëm ata që bashkëpunojnë me media apo që janë miq të familja jonë, po mjekët në përgjithësi, krejt profesionistat shëndetësor? Fillimisht, familja jonë përveç që është një platformë informative, edukative, është edhe një platformë që ka qenë dorë për shumë familje. Kur po them dorë, kam fjalën e aspektit të humanizmit, komplet ekipi jonë shumë shpesh jemi kanë pranë familjeve në nevojë, dhe jo në nevoja vetëm sociale, ma shumë kemi qenë fokusuar në nevoja shëndetësore. Krejt mjekët të cilët bashkëpunojnë me familja jonë, që janë mes të platformës tonë, gjithmonë janë përgjigj pozitivisht tek rastet sociale. I kam telefonu, kam thonë kam një familje që ka nevojë për një check-up, një imazheri, analiza, intervenime të ndryshme që shpesh kanë pas një kosto të lartë, asnjëherë nuk kam marrë një përgjigje jo nga këta mjekë të cilët i kam telefonu. Janë shumë, nuk i kisha dashur me i përmend me emra sepse mund t'i përmendi disa dhe të harroj ndonjë emër dhe jo për nga rësia, po për nga ndoshta emocioni sa që flasim për këtë temë, por gjithmonë janë shumë human, përveç profesionist. Mesazhi jam kishte qenë për gjithë ata të cilët hala nuk kanë pas mundësinë me qenë pjesë e familja jonë, le të na drejtojnë, le të na shkruajnë, le të na zgjerojnë edhe neve rrjetin e mjekëve, sepse ka mjekë edhe në komuna tjera të cilët ndoshta si kemi takuar se nuk i njohim, le të na shkruajnë te familja jonë, gjithmonë kanë të hapur derën e portalet edhe emisionit familja jonë për me qenë pjesë e familja jonë, dhe po i kisha ftuar krejt ata të cilët kanë mundësi me na ndihmu tek rastet sociale, me na ndihmu sepse na sot mund të shpëtojmë jetën e një fëmije, një të moshuare, një nane, një babe, e kujdo përmes thjesht një ta themi me hap derën për një nevojë. Edhe nuk na kushton kur gjë nëse një pacientit ja gjejmë një shërbim gratis, edhe ja shpëtojmë jetën ose ja ndryshojmë jetën komplet. Po fatmirësisht kemi shumë njerëz që janë humanista në këtë drejtim.